Caktimi si mas sigurimin e të dëshuar të Aleksandr Osman Dushaj e të arresit të burg, parashkon nga ne 238 për procedurës penale. Nga kërë prokurori e rreth të Pusoj Shkodër për ekzekutimin e këtij vendimi, kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën e apelit Shkodër, për nga 10 ditë duke filluar ky afar nga nëse shpasja e këtij vendimi. Shpasja të Shkodër datë 7 janar 2016. Ka qenë kjo masa e sigurisë për 31 vjeçarin Aleksandr Dushaj, ekzekutorin e vëllezërve Skënder dhe Abdullah Shkami në fshatin e Drishtit mesditën e 2 janarit. Në masa të repta sigurie dhe i veshur me antiplumb, Dushaj mbriti në gjykatën e Shkodrës për të njohur me masën e sigurisë. Asnjë i afërm nuk ka marrë pjesë në seancën gjyqësore, ndërsa Dushaj ka qenë i qetë përpara trupit gjykues, ku pranoi kryerjen e krimit dhe nuk shfaqi shenja pendese. Do le dikeni dita përpara gjykatës. Jo, s'kam qenë atë. E pranoni faktin. Po. E pranoni. Prokurori i çështjes Aleksandr Pashuku ka kërkuar vlerësimin e ligjshëm të ndalimit dhe caktimin e masës së sigurimit personal ndaj të dyshuarit, atë të arrestit me burg për kryerjen e veprave penale të vrasjes në rrethana cilësuese dhe armbajtje pa leje. Përfaqësuar në 49 penale i kërkojmë gjykatës vlerësimin e ligjshëm të ndalimit të bërë personin në tim është arrestit Aleksandr Dushaj, ndalimi i kryer me datën 5 i parë të mënyrës në 00 dhe caktimin e masës sigurimit personal me karakter të shënuese atë të arrestit në burg parashikon në 238 kodit penal ndaj personit në tim Aleksandr Dushaj, pasi kushtet e dyshohet se ka kryer vepër penale vrasjen e rrethana të tjera cilësuese, prodhimi dhe mbajtja e palëjarë komunitare në mënyrë të parashikuar nga 172 e 270 paragrafi 5 i kodit penal. Gjatë gjithë seancës gjyqësore, Dushaj nuk ka pranuar të flasë, ndërsa vetëm ka miratuar me pohim akuzat e prokurorit. Sipas deklaratës së bërë para prokurorit, krimin e ka kryer pasi ka patur frikë vëllezërit Shkami se do e ekzekutonin. Sipas deklaratës, Dushaj ka takuar në mëngjes Skënder Shkamin, ku i ka rikërkuar dorën e vajzës Zylihar Shkamit për nuse, mirëpo ky i fundit e ka refuzuar. Aty janë ndarë për të u ritakuar në drek rastësisht pranë banesës së nënës së viktimave, ndërsa ka nisur të debatojnë përsëri për mohimin e krushqisë. Sipas Dushajt, Skënder Shkami e ka sharë dhe në këtë moment, ky është larguar në banesë 50 metër nga vendi i ngjarjes për të marrë Kalashnikovin dhe për të ekzekutuar me më shumë se 20 plumba vëllezërit Skënder dhe Abdullah Shkami. Pas caktimit të masës së sigurisë, Dushaj është përcjellë për në burgun e Shënkollit në masa të forta sigurie.